vota është në dorë të komisionerëve në përgjegjësinë më të madhe. Edi Rama ka zgjedh një lloj presioni drejt KZAZ-ve. Tani, porosia ime e prerë për të gjithë komisionerët tanë në KZAZ, në komisionet e numërimit, të zbatohet ligji dhe vetëm ligji. Asnjë vot nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion. Asgjë nuk mund të ndryshojë. Populli ka fol në mënyrë vendimtare. Janë realisht orët e fundit të tij në pushtet. Prandaj mos përdor gënjeshtar të gatshëm, papagaj, të cilët janë të aftë të deklarojnë çdo gjë kundrejt pagesave. Këto kisha unë, ndërkohë procesi po monitorohet plotësisht, ka një qëndrim të vendosur të gjithë strukturave tona për të denoncuar, për të zbuluar, për të denoncuar të gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Ramës në këtë proces të humbur për te.